Vëllezër dhe motra, ne tashmë kemi hyrë në një nga 3 muajt e shenjtë, që është muaji Rexhep. E Zoti në Kur'an tha: Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum. Numri i muajve të Zoti është 12, që është ditën që Zoti ka krijuar qiejt dhe tokën. Ndër këto 12 muaj, 4 janë të shenjtë. Dhe vjen hadithi i pejgamberit alayhis salam dhe thot, muajt e shenjtë janë Dhulqade, Dhulhijja, Muharram dhe Rexhepi, ky që ne kemi hyrë, dhe Rexhepi që është mes muajit filan dhe muajit filan, mes Xhemadas edhe muajit Shaban. Allahu xhalla xhelaluhu na porosit, thot kujdes në muajt e shenjtë. Bëj ç'bëj e ç'mund bësh, po në muajt e shenjtë ruje veten. Se përderisa Zoti ka thonë është i shenjtë, do të thotë se edhe gjërat në të mirat kanë vlerë tjetër, po edhe gjunahet kanë vlerë tjetër. Jo se shumë fishohen, siç besojnë disa njerëz, nuk ka shumë fishim, po vlera, pesha është më e rëndë e të keqes në këto muaj të shenjtë, po edhe e të mirës është më e rëndë, pra peshon më shumë në këto muaj të shenjtë.